Shikoj, në përgjithësi, kur goditet princi i kurorës, do të thënë efekti politik, jo vetëm në Shqipëri, po kudo, në çdo regjim, në çdo strukturë monarkike, perandorake, ti ke dy efekte bazë. E para punës krijohet vakum për vazhdimsinë, e dytë punës, do të thënë, krijohet përshtypja se mbreti ose do duhet vazhdoj vetë, ose mbretëria merr fund. Kupton? Pra nuk është që lehtë edhe për Partinë Socialiste ajo që ka ndodhur. Ta përtyp këtë gjë. Jo, nuk është e lehtë. Pra, në qoftë se Rama, rrezikot e ekzistenca e saj. po pra, në qoftë se Rama Po ka ballukun. Jo, tani investimi është bërë për Elion Veliajn tani, pastaj prodhimi një lideri të ri, një konjunkture të re, do kohë. Është proces shumë i gjatë sepse tani një lider është konjunkturë, nuk është vetëm personi. Një lider është interesa financiare, ekonomike, ndërkombëtare, gjeostrategjike. Pra, nëse do flasim për një lider, jam dakord. Shumë më tepër se sa kaq. Po. Pra, prandaj them princi i kurorës, prandaj them simbolikisht princi i kurorës, sepse kjo nën kupton që të gjitha palët kontraktuale që për një kohë të gjatë kontraktojnë me mbretin, kanë vetëm një njerëz të mundshëm që mund të kontraktojnë në ndjeninë e mbretit dhe edhe pa ndjeninë e mbretit, por që me siguri që është njeriu që është besnik i mbretit, pra është princi i kurorës. Kështu ndodh gjithmonë në përgjithësi. Tani që Rama ka bërë një sakrificë ekstreme, gjithmonë nëse është duar brenda. Teza është gjithmonë debatueshme. Unë asnjë nuk i them gjërat në mënyrë imperative. Po. Por i vetmi rast, pse unë mendoj që është Berisha komponenti bazë. I vetmi rast kur Rama do ta merrte këtë vendim, do të ishte nëse dikush tjetër do i garantonte atij që mbretëria e tij s'do merrte fund. Që në rastin konkret është Berisha. Teza është. Pra, por ndryshe goditja është shumë e fortë. Por ndryshe Partia Socialiste do ishte shakull për tokë. Shakull është. Do ishte edhe faktikisht shakull. Edhe realisht. Tani prit pak, e fundit për atë që po thotë edhe avokati, se do e mbyll me një fjalë. Këtu ka gabim pak Denisi në logjikë kur përdor fugën. Sepse faktikisht fuga ja ka fut kot, sepse logjika e foli për përgjimet e dyta. Pra, mos tyma asaj, se po të them, logjika e prokurorisë dhe Spakut është kjo që nëse ky njeri nga burgu ka fuqi të prish prova, të organizoj, pra imagjino pak pse ka qenë i drejt vendimi. Okej, po ai thotë, nëse ka është logjik pa vepruese, logjik që ata e kanë ditur, e kanë dier paraprakisht. Fuga thotë që këto që i zbulove tani vlejnë për një masë të dytë, jo për masën e parë, se masa e parë është marrë. Drejtësia ka dieni. Dakor, pra logjika është kjo që këto që bëre ti duhet i kishe pasur edhe në rastin masën e parë. Ata e kanë patur logjikën. E kanë pasur pretendim që ka pas presion intimidim. Por nejse, tani kaloj kjo. Po Galdin, atë një sekond këtu Galdin. Mos mos nisim kjo. Ore, ju nuk kemi punë Gevelia apo Gevelia që tesi përpara. Jo se ka ashtu, po kemi çështje. Ty të mbështet ai argumentin tënd mbështet. Argumentin tënd mbështet. Se do ta çosh prapë Gevelia do më humbim atë se gjysmore kam kohë. Ku jemi efekti? Unë jam i sigurt për një gjë. Që edhe sikur gjykata e lartë, çdo gjykatë ta lirojnë Veliajn, ajo që ka ndodhur, efekti politik është kjo që Veliaj politikisht ka kryer punë. Ka vdekur. Pra liria është çështje personale e tij. Pra ajo është kurorës është shkurorzuar. Ajo është gjë më e rëndë që ka ndodhur Veliajt. S'është për liria në burg. Tani çështja e burgut apo e lirisë është çështje personale e tij. Më ta vazhdoj bisedën këtu ku e le. Domthonë është goditje fatale në kuptimin që kur një parti politike i merr princin, partia politike kalon në bie shakull, si po të citoj të. Pse të mos e shohim në këtë formë gjën? Dihet që Spak ka qenë së fundmi, të paktën Altin Dumani, ka marrë një flet mirënjohje nga Antony Blinken. Dihet që Spak ka qenë një nga investimet e mëdha të USAID-it edhe të, le të themi, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të atij establishmentit që ka qenë deri tani para se të vijë Donald Trump. Dhe Spak, pse të mos e marrim tezën që Spak vazhdon të mbetet një instrument në duart e tyre dhe që Spak tani do të godas edhe majtas edhe djathtas për shkak se edhe majtas edhe djathtas edhe e majta dhe e djatha, siç e the ti nisur nga ty, kanë bërë tradhti ndaj le të themi perandorit të ri. Shiko pak tani. Se unë asnjë nuk kam thënë fraza absolutiste për Spakun. Pra Spaku ka shumë dritë hije dhe është një fuqi komplekse, kam thënë unë gjithmonë. Dakor, po. Pra, unë jam mbështetës parimisht i një drejtësie që funksionon jo për të pastruar politikën,
Një drejtësie për drejtësi. Por drejtësie e cila ndëshkon këdo që shkel ligjin. Pra, kjo është ideja që kam unë. Tani, mos haro një gjë, Red Varaku, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitet 90 e kanë nisur një operacion të pastrimit politik në Itali me Mani Pulite, me Di Pietron. Po. Dhe ata ndryshuan krejt Republikën Italiane. Dhe ka qenë eksperimenti i parë që është bërë, po të shikosh literaturën, eksperimenti i parë që është bërë për të ndryshuar një klasë politike radikalisht dhe përcjell një klasë të re politike. Dhe Silvio Berlusconi ishte efekti i parë në Itali i rënies Republikës Andreotti Craxi. Dakor? Tani çfarë po ndodh me drejtësinë shqiptare? Drejtësia shqiptare është e re dhe sigurisht që ka aty ndërhyrje edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Britania e Madhe, por këto nuk janë interesa të unifikuara. Dhe kjo krijon hapësirë që të gjithë lojtarët nga pak fusin fut llash, fut tulla, fut pllaka, pra çdo grup interesi aty fut nga pak. Pra nuk ka një po sepse vetë Europa, të tjera interesa ka Franca. Po. Që do ta them edhe një batut tjetër që ta kuptosh pak. Është një politikan shqiptar që sa herë takon miqtë e tij, më fal pak se po flas pak me Washingtonin. Më fal pak se po flas pak me Washingtonin. Edhe dëgjon një miku jon dhe i thotë, ky e di që ka një 300 vjet që ka vdekur George Washingtoni? Po. Pra, dua të them që janë ca politikanë, për në Shqipëri, politikanët nuk mburren që janë pro-shqiptar, që janë shqiptaristë, por mburren që janë pro-amerikan, pro-gjerman, pro-francez, dhe gjithon, ky është i grekëve, ky është i italianëve, ky është i francezëve, ky është i britanikëve, ky është spioni i këtij, pra këtu është bërë një poker, një kuplara politikanësh që nuk luftojnë për me qenë përfaqësues shqiptarëve, por me qenë të mbështetur nga ata andej, nga dikush çon si ka Gjermani, Erdogani, francezi, italiani, greku, Beogradi, amerikani, apo jo. Tani, po kjo reflektohet tek puna e SPAK-ut, se nuk ta thash rastësisht. Dakor që reflektohet. Pra, do në selektivitetin e kemi bazuar në punë spionash, mor burri, do ta them cop. Punë spionash, dhe çdo spionazh mbron spionat edhe. Ka që thjesht është more. Ajo që po them unë është që un kam një fat të madh që dhe ti e ke fat të madh, sepse unë tani nuk jam në garë tash mund të them çat mendoj kokra e shefit dhe nuk mbaj përgjegjësi. Jam më mirë se sa deputet tani, kështu që nuk është se kam në një merak që do gjykohem nga vota e njerëzve, apo kështu që po ta them cop fare, është poker, spionësh dhe pik. Tani, në që do të bësh lidhjen SPAK-u dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë po them që patjetër që SPAK-u do të mbetet një instrument i fortë i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por administrata e re, derisa të vi, po themi, në rendin e gjërave, tek kapitulli Shqipëria, do duhet pak kohë që të vijë ajo linja e sjelljes. Por unë e kam thënë në emisionin e Mikës. Marta Kos bëria ishte. Po lere me Europën, Europa nuk. Okej. Europa është gatë e madhe, lere Europën, mos ma fut Europën fare. Jo, po ka një luftë Europë-SBA, këtë po them unë. Makroni. Po në Rumani, për shembull. Polonia. Kush fushia në Europë? Kush është qendra që vendos? Kush? Merci. Jo. Kush? Scholzi. Liberalët europianë janë bërë bashkë kundër konservatorëve në SBA. U amer në shtëpi fushatën Trumpi, investon 5 radikal. Georgescu përjashtu nga kandidimi. Jo, e ripranuan. E ke gabim. E ka ripranuar dje. Okej, nuk e kam ndjekur, nuk e kam ndjekur. Kështu që është çik histori e komplikuar. Europa është një rrëmujë e madhe, është një galladë e madhe. Un jam pro-europian, jam europeist. Jo, dakor. Pra, po është polifunksionale, po kjo. Okej, po betej BE SBA ka sot. Po po Europa është shumë e dobët, është si të bëjë ndonjë betejë. Nuk po themi kush e fiton betejën, si beteja ime me Berishën dhe me Ramën. Dakor, po. Dakor, kështu që unë mbelem jashtë shkëlqyer. Problemi është që betejë ka. Pastaj kush e fiton është tjetër gjë. Jo, ne po flasim për gjysmën. Nuk mendoj që, por unë jam realist në ekstrem tani, unë po vendos veten time, po vetëm për Europën. Keq edhe ti je europian, s'është keq, se e vure në pozitën e BE-s vetëm po. Po pra po, patjetër. Nuk po flasim për Europën, flasim gjysmën tjetër që pasi dje ishte në pushtet. Fuqia determinante në SPAK do të jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, që është gjysma tjetër që është sot në Amerikë, që është në opozitë. Lutem, dëgjoj pak. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Dakord jam me ty. Po prit pak se s'po ta them kot të gjë pra.
po se janë 2 vendet që e kanë shpallur non grata Sali Berishën. Tani prit pak tani, se ti nuk është mbyllur pazari. Dalim te teza që sepse loja nuk është kaq e thjesht loja. Pra ajo që vjen më pas, prandaj edhe Berisha dhe Rama janë shumë të ndërlidhur me njëri tjetrin, janë simbiotikisht, kanë një nevojë të domosdoshme simbiotike për njëri tjetrin para zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve dhe mbas zgjedhjeve. Berisha tash ja punë ka mbaruar, siç po them që ka mbaruar puna e Veliet, po them dhe puna e Berishës ka mbaruar tash. Edhe vet Berisha e di. Po ka një njeri që është i qartë, kristal për këtë që është vet Berisha. Berisha nuk po lufton për veten e tij më. Ai po lufton për projektin e tij. Opinion pastaj. Në momentin unë kryetar partie jam tash, nuk besoj se ka i në vërtet se vet Berisha nuk po lufton për fitore. Ja ta ngacmoj pa avokat. Nuk lufton për fitore, do thotë që ai tash kjo që po lufton Berisha për fitore. Edhe pas japësh avokatit. Lufton për projektin e tij. Tek alegoria e mbretërisë, ja po t'japu një përgjigje tani. Edhe më fal avokat. Tham që Rama sakrifikoi princin e kurorës. Po Berisha e dogji princin e tij të kurorës, ja kishte lënë mbretërinë dhe u kthye vet apo jo? Pra janë të dy janë kushtet barabarta. Ka tregon kjo që të dy mbretërit kanë nevojë për njëra tjetrën? Po sepse këtu ka ndryshim. Princi i kurorës së Ramës nuk publikisht nuk bëri asnjë lëvizje, ndërsa ai princi i Berishës publikisht bëri akt ndaj Berishës. Sa mirë që e the se tash do më shtysh të them të fundit fare. Po sikur Berisha dhe Rama mbas 20 shkurtit vjetshëm, kur u kryen ato grupe 2-3 për të vogla, të kenë rënë dakord dhe Rama të ketë pyet Berishën, ore mos po punon me Velientin për të më rrëzuar mua dhe me Metën? Këtë e di ai, normalisht e di. Pra. Po sikur fiks në shkurt është vetë akuza, ka shënesi angoni. Po sikur e gjithë kjo histori tjetër që Berisha ka kuptuar që si duhet me Veliej, po i duhet i modhi fare. Pra loja e ndrymit kuajve rrugës, qeveria teknike, pasardhësi, Velia, tak u lan bes. Avokat, se ti e hape e fundit, lidhet me, thash, kur përmonda Europën për Spakun, e kisha fjalën dhe për gjysmën tjetër të Amerikës që ishte deri dje në pushtet. Kështu që nuk është punë thjesht Europa. Po ajo që dua të them është, deri tani kemi Amerika është një. Këtë mos e harro. Amerika është një, pavarësisht debateve, Amerika është gjithmonë një. Këtë mbaj mend gjithmonë. Ta them si postulat sepse ka një gabim dhe ka një keqkuptim të madh. Se e kam thënë edhe herë tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshojnë stilistik, retorik, ligjërim, mënyrë të shprehuri, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i njëjti qëllim, i njëjti shtet, e njëjta influencë, të njëjtat synime. Mos bëj gabim askush të mendojë që ndryshimet në administrat ndryshojnë thelbin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund ndryshojnë sfumaturat mbi aleatët që përzgjedhin palët. Thelbi, usajdi pa? Jo. Ma beso këtë gjë do ta shohësh në vijim. Nëse gjithsesi unë jam i gatshëm që këtë gjë ka qenë deri tani kjo, po gjithsesi për këtë gjë unë jam i gatshëm të vë bast të gjithë karrierën time politike dhe përgjegjësinë time si person që atë minuskule hapësirë publike që kam e vë bast këtu, po them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jenë shumë janë nisur nga kjo. Kemi Yuri Kim, e cila ka marrë një detyrë nga Marco Rubio, është caktuar mbikëqyrëse për fondet e Ukrainës. Kemi Colin Highland, që ka zëvendësuar Kasanovin. Që ishte i dërguari special për Ballkanin Perëndimor. Kemi një reagim të Marco Rubios për Dodik, që shpallur non grata. Po, që është shenja e paqe në Ballkan. Po, kemi disa të dhëna. Dodik ka bër fest kur është zgjedhur Donald Trump. Domethënë me filharmonik, madje i kam dhënë edhe në studio ato pamjet. Pra, deri tani edhe Vučić ka bër fest, madje kishte Donald Trumpin Junior në Beograd, por që fakti është kjo që Vulini po ja bën protestat me porosit Putinit dhe nesër do flasi Donald Trumpi me Putinin dhe kujt dihet çfarë vendosin. Koka e Vučićit mund të sakrifikohet. Mund të jemi edhe në këtë pikë. Po tash. Prandaj po them, nuk janë protestat spontane në Beograd? Ku ka protestat spontane? Ska në asnjë vend botës. Jo, po vetëm në filma ndodhen spontanisht. Po këto akuzojnë vetë Vučići akuzon Sorosin, akuzon mbetjet e USAID-it. Po gjithsesi, për të diskutuar është kjo, do ta diskutojmë një ditë tjetër, por thash jemi deri tani tek këto situata. Pra kemi për sa i përket
me që na ktheve te Vučići kemi vizitën e Donald Trump Jr. në Serbi. Kemi deklaratë e Grenellit në mbrojtje të Vučićit në Serbi. Pra, kemi disa dhëna. Donald Trump Jr. bëri deklaratë skandaloze. Dakor. La kokrën e namit se thashë. Jo, ta lexojmë. Ideja është për të kuptuar mbështetjen që administrata ka për Vučićin. Pra, ta shikojmë se si do shkojë deri në fund. Po gjithsesi, Arjan, varet se do shkojë biseda nesër me Vladin në telefon. Po. Pra, Arjan, kemi zëvendësimin e Kasanovit, kemi jurikimin mbikëqyrëse të fondeve, kemi reagimin e Rubios për Dodikun, pra nisur nga të dhënat që po të si e shikon tani të ardhmen e SPAK-ut nisur nga këto sinjale. Shikoj, unë më them të gjë që furia Trump është shtytja përpara me për shpejtim të energjisë dhe të synimeve shumë më të madhe, shumë më të fuqishme të një agende që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kohë që e kanë deklaruar. Pra, for a new American century, që është doktrina që solli George Bushi në pushtet, që është doktrina që kishte Dick Cheney, kishte Wolfowitz, kishin neokonsët, merciful conservatives, pra është e njëjta teori me stilistik të re, ndoshta edhe me fytyra të reja, ndoshta edhe me dinamik të re dhe teatrale, po është e njëjta agenda. New American Century, dominim amerikan global. Pjesa që shohim ne, nuk po duket kështu megjithatë. Do ta shohim. Si do vi Shqipëri kjo? Si e lexon? Furia sipas meje me gjysmën e perëndimit. Do e shohim që në 5-6 muajt e ardhshëm do ketë shumë më tepër, ndoshta po mos ta shoh. Po trimte ky koment se ajo që unë kam e mbylla. Unë po them këtë gjë pra. Furia ka patur objektiva krejt të tjera të mëdha. Gjërat e vogla janë aty, janë guaska. Ke vënë ti për shkakun që është shumë e vështirë të lëvizin guaska kur ka stuhi detare? Qëndrojnë në vend aty. Po edhe kur ka. Po pra, kështu që ajo që neve shohim vetëm guaska të bosh lëvizin që dalin breg. Ajo që do të ndodhë është kjo, furia Trump do rilëvizi të gjithë ekuilibrat e mëdhenj gjeostrategjik, do kemi një rend të ri, do kemi rinegocim madje influencash, interesash, e ndoshta edhe kufish, ndoshta, por në thelb Shtetet e Bashkuara të Amerikës do rikthehen në natyrën e tyre që është hegemonike. Dakord. Pik. Po kjo do të thotë që ata nuk heqin dorë nga asnjë ndryshimi kufive, pastaj sjell edhe ndryshime politike, sjell edhe patjetër tani po mbyt për SPAK-un se unë të hap, po duash lojë. Jo, vim te SPAK. Hajde bëjmë një emision të hap. Çfarë mendoj unë po? Jo. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do rikthehen fuqishëm, edhe atë që unë kam thënë shpesh si batut. Por ka një keq kuptim. Donald Trump është biznesmen, është negociator. Në qoftë se ai sheh që ka një instrument nëpërmjet cilit ai mund të kërcënojë, mund të shantazhojë dhe mund të ul shakull në vend çdo politikan të një vendi, ai nuk e heq atë instrument. SPAK-u mund të jetë mënyra e tij se ai do kërcënojë çdo politikan nëse ata do refuzojnë të bëjnë atë që do të dojë ai, do refuzojnë të kënaqin vullnetin, dëshirat, trillet apo objektivat që ka ai. Kështu që ai jo vetëm që do e fuqizojë SPAK-un, po kemi për ta parë që ai do ta kthejë në një armë shumë të fortë dhe efektive. Por ama, nëse një politikan do ja plotsoj pastaj ato dillet, i bi që SPAK-u nuk do ndërhyj. Këtë nuk e dim derisa angopet dot. Jo, pyetja që mund shtrojmë në është kjo. Të gjitha këto lëvizje që përmendi Redi, që po ndodhin në rajon, a është një lloj nuhati politikës shqiptare që kanë dëshuar qasje ndaj SPAK-ut? Politika shqiptare po përpiqet të negociojë me administratën e re, sepse edhe ajo ka prezumimin e gabuar që nëse përmend fjalën negociat, do të thotë që ata e pranojnë SPAK-un si faktor, nuk e shmangin dot. Ata e kanë votuar me 140 vota tani. Ata retorika është për njerëzit. Shiko, u po ta them edhe këtë gjë që edhe lufta që po bëhet tani, edhe ndaj Velijet, ndaj kujdo tjetër, është luftë që për shumë të them, kur ti shuan Velien, ti do të shuash dhe grupin që mbështet Velien. Por ti do të shuash dhe efektin elektoral që do ketë grupi. E njëjta gjë po ndodh edhe me palët e tjera. Berisha me Bashën, me aktorët e tjerë. Të gjithë faktorët politik do fillojnë do shuhen gradualisht, sepse kanë një impakt më burr. 5 vota, 10 vota, 1000 vota, 10000 vota, 50000 vota. Ti do i shuash ato.
janë zjarret vogla që dikur ti i ke investuar, i ke fuqizuar, u ke dhe mundësinë që ata të bëjnë 5 ndere. Pra, Arjan Spaku deri para zgjedhjeve thua ti nuk është se do ketë gjë për shkak se akoma këtë nuk ta them dot se nuk bëj dot fat thënë. Jo, Spaku nuk ka ndryshuar. Jo. Nuk e ka akoma vëmendjen SBA-ja në Shqipëri. Jo. Për ndryshime trajektore po flasim. Unë mendoj që Spaku do të jetë në luftë dhëm për dhëm me klasën politike shqiptare, jo vetëm deri ditën e zgjedhjeve, por shumë më fort mbas zgjedhjeve, dhëm për dhëm, me Ramën, me Berishën, me këdo. Dhëm për dhëm. Këtë ma dëgjoj. Dhe unë ta kam bërë një parashikim dhe i rikthem atij parashikimi. Në 2027-ën, kjo klasë politike nuk do jetë më kështu si është këtu. Mbaj mend që po të them unë. Dhe unë po ta ripërsëris sot. Dhe unë po ta ripërsëris edhe si, po themi, i humbur nga mundësia ime për të qenë në garë, edhe po ta ripërsëris në 2027-ën, nuk do të kesh më këtë realitet politik që ke sot. Denis, 2027 është larg, po në 2027 do Rama do hyjë në rregull jemi. Kur thot Almeri. Atë po të doj Redi le të bëj një emision se u kam një tezë shumë interesante, unë mendoj që teza e Ramës, dhe po e mbyll vetëm një fjali dhe po duash merre si huk, merre si karrem, teza e Ramës për përshpejtimin e procesit për integrim evropian është tezë plotësisht që shkon në disfunksion të interesit tonë kombëtar. Është tezë që ne të lëm pas Kosovën. Është lënje e Kosovës pas shpine dhe ndarje përfundimtare e shqiptarëve. Por do ta flasim. Do ta diskutojmë. Po, kjo është Denis Spaku. Spaku ta thash pra, Spaku nuk prek fitusin. Mund prek këdo përveç fitusit. Ka që thjesht. Prandaj zgjedhjet 11 majit janë të rëndësishme. Rama kur përdor këtë termin që zgjedhjet janë të rëndësishme gjeopolitike, për vërtetës janë të rëndësishme për vetë atë. Pra Rama duke fituar zgjedhjet është i paprekshëm. Shpreson. Nuk ka shpreson, nuk preket njeriu që ditë negocion me gjitha palët. Okej, unë po them që Edi Rama do jetë i pari kryeminist që do arrestohet në detyrë. Ja, më jo. Kjo është për inat emision. Duhet e kartë. Duhet e kartë. Jo mos e kemi në YouTube në këtë. Jo, mbahet ti shënim që unë e kam e fiksoj. Arian, ti zakonisht ke deklarata racionale. Këtë e the nga që për inatin tim tani dhe the. Ajo që unë e thash në fillim të emisionit, tani besoj që mori kuptim. Spaku nuk duhet kthehet më në një foltore politike aty. Pra nuk duhet të një foltore e re politike. Spaku duhet të kapsulohet dhe të dalë jashtë lojës politike dhe duhet gjejë të gjitha mënyrat. Tani e ka më thjesht pas se ka kaluar Ylberin, kur cënon nivele më të larta e ke më të thjesht më poshtë. Prandaj po thash punë më të madhe, shiko kur them punë më të madhe është raport me guximin, atë që zguxonte dot Adriatik Llava dhe ata të tjerët. Patjetër. E ka bërë. Po kjo për çka? Ky është fenomeni më. Tani se një ministër në ligjin fjalën guxim. Të lutem, sa hajdut ka kjo botë? Nuk kapen gjithë më. S'do marroj kur hajdutët. Po kapet ama fenomeni është goditur. Dhe në këtë vend është goditur niveli më i lartë i politikës. Kaq pra, mbaroj. Ku ka politikan më? Ku ka ja tu se e njeh Ariani më mirë se unë, edhe se ne të gjithë. Ku ka politikan më të fortë se Sali Berisha këtu? Edhe më i fortë se Edi Rama. E ka goditur pra. Në prill është çështja. Shkon në gjykatë çështja. Ç'a doni më nga Spaku? Po shkoj po. Ti, ju thoni tani të godasin, falni sekond, është i ka kërkuar mas arrestin një deputetit opozitës. Ajo është 5 me hiç, më ç'a ngre ajo. Kur ka kapur majën, ajo është e papërfillshme. Prandaj ne duhet të fokusohemi në diskutim gjithmonë te parimi, them unë, dhe fenomeni. Ta mbyllim Marian sepse jam minuta. Tek libri, se më kujtoi Denisi tani, tek libri Secilit të vetën Leonardo Shasha, kur analizon mafian, thotë, shikoj, nuk ka mafioz më të këqij se ata që kur ecin me çizme lën gjurmë në qylym. Kështu që nëse Spaku gjen nga këta me gjurmë qylym, sigurisht do i fus brenda. Por ama thot Leonardo Shasha, kujdes nga ata që janë njësh me fije të qëllimit, se ata janë më të fortët. Për ato bëhet fjalë. Të falenderoj shumë Marian që të pata.